Kampi i Gjatrit në Shqipëri do të presë një grup prej 40 emigrantësh të refuzuar për azil, të cilët do të arrijnë të premte nëpërmjet anijes ushtarake italiane Libra. Zbarkimi, i cili ishte planifikuar për këtë të njëjtë, u shtyp për shkak të arsyeve që ende nuk janë bërë publike. Ky grup është i pari i llojit të tij që do të dërgohet në Shqipëri pas refuzimit të kërkesave të azilit në Itali. Përveç kësaj, me 28 mars qeveria italiane ndryshoi fokusin e Kampit të Gjatrit përmes një dekreti, duke përshtatur ato për strehimin e emigrantëve të refuzuar. Ky proces është pjesë një marrëveshje më të gjerë mes Italisë dhe Shqipërisë, ku anija Libra i është dhuruar flotës shqiptare sipas një marrëveshje të nënshkruar në Durrës mes ministrave të mbrojtjes Vengu dhe Crosetto. Ndërkohë, debati mbi funksionimin e mëparshëm të kampit si qendër për akomodimin e azil kërkuesve nga deti ka nxitur një opinion nga avokati i përgjithshëm pranë gjykatës së drejtorisë të Bashkimit Evropian. Ai ka deklaruar se vendet e Bashkimit Evropian kanë të drejtë të përcaktojnë vende të sigurta jashtë kufive të Unionit për emigrantët, ndërsa vendimet e gjykatave kombëtare mund të kërkojnë detaje nga qeveritë për përcaktimin e këtyre vendeve. Përfundimi i këtij procesi pritet të merret nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë në muajin maj.